Tani Gjinish, quhet thyerje marrëveshjes kjo? Patjetër. Po pse patjetër? S'kishin një marrëveshje për Libanin këta? Jo, kishin marrëveshje armëpushimi me Libanin këto. Dhe kjo është e disata herë që ka thyer Izraeli. Çështja është, pra e dhiu prap Izraelin i famë. Çështja është pse Izraeli bën armëpushim dhe i rikthehet luftës. Se kjo është. Do ketë një arsye apo? Po, pra, patjetër. Pse po mundohet t'i mbajë gjithmonë hapur konfliktet Izraeli? Ka disa arsye, çani, po unë do them të mundohem për t'ia lënë fjalën edhe kolegëve, se pak a shumë që të gjithë i kemi ndjekur këtë konflikt të 2 vitet e fundit, sepse janë konflikte gjata me Gazën, me Libanin, tash me Iranin. Dhe ne pothuajse i kemi trajtuar këto në një përmbledhje të shkurtër. Bibi i ka humbur gjitha konfliktet. Bibi. Po Bibi Netanyahu i ka humbur gjitha konfliktet. Në çfarë kuptimi? I ka humbur apo ka fituar? I ka humbur të gjitha përplasjet, të gjitha luftrat. Dhe kur themi humbur, tu nuk bëhet fjalë sa viktima civile ka njëra palët, sa viktima ka tjetër. Jo, nuk flasë më civil, jo. Nëse bën këtë analizë, shifrat janë në favor të Bibit. Po luftrat nuk fitohen me numrin e viktimave. Luftrat fitohen kur ti realizon synimet që i ke shpallur. Lufta më e gjatë është lufta me Gazën. Cilat janë synimet? 25.000 të vrarë më duket, ë? Izraeli. Po, Izraelit të vrarë. Izraelit, pra. Po, pra janë shumë. Qartë. Për herë të parë nxori Ministria e Brendshme. E pe shifrën besoj. Po, shumë. Po ata, po nga ata sa ka pasur? Janë 55.000 vrarë këte nga krau tjetër, nga Palestinë. Dyfishme e fjalë. Tjetër. Dhe të plagosur shumë më tepër. Por, po thoja këtë, pse e ka humbur luftën, Çani? Luftra gjykohet e fituar apo humbur kur palët që ndërluftojnë realizojnë synimet e shpallura. Në raport me Gazën, Bibi shpalli që do shkatroj Hamasin, ka vrarë lider, Hamasi lufton për ditë. E dini sa është intensiteti i aksioneve, sepse ato janë gueriles. Në ditë i Hamasit, 60 deri në 70 aksione. Çdo ditë vriten.